Benfica i kundërpërgjigjet Real Madrid në të njëjtën mënyrë. Presidenti i Federatës Argjentinase në një hetim për evazion fiskal. Julian Alvarez do t'i bashkohet Barcelonës pas Kupës së Botës. Këto janë ngjarjet kryesore në 24 orët e fundit në futboll. Mos harroni të bëni subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Lamine Yamal ka filluar agjërimin në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe stafi i Barcelonës ka përgatitur një plan ushqimor të veçantë për të. Por jo vetëm Yamal, shumë futbollistë po agjërojnë. Kujtojmë që pak ditë më parë Premier League njoftoi që do të ofrojë një pushim të shkurtër gjatë ndeshjeve që lojtarët mysliman të çelin agjërimin. Duke marrë shkas nga kjo, ju urojmë gjithë besimtarëve agjërim të mbar dhe lutje të pranuara. Benfica i kundërpërgjigjet Real Madrid në të njëjtën mënyrë. Pas ankesës së klubit madrilen për racizëm ndaj Vinicius, Benfica ka paraqitur një ankesë zyrtare në UEFA për Valverde. Klubi portugez raporton se Valverde ka goditur Samuel gjatë ndeshjes, ndërsa arbitri dhe VAR nuk ndërhyn për ta riparë rastin. Sipas Benficës, ky ishte një rast i dhunshëm për të cilin nuk u mor asnjë mas. Presidenti i Federatës Argjentinase është ndaluar të largohet nga vendi pasi është i dyshuar për pastrim parash dhe evazion fiskal me vlerë 19 miliard dollar. Ai duhet paraqitet para gjykatës më 5 mars. Qëndrojmë por në Argjentinë, ku mediat argjentinase kanë raportuar se Julian Alvarez do t'i bashkohet Barcelonës pas Kupës së Botës. Shuma e transferimit mund të arrijë rreth 70 milionë euro. Për Argjentinasin ka shfaqur interes edhe Arsenal dhe Chelsea, po destinacioni i tij preferuar mbetet Barcelona. Aventura e tij te Atletico Madrid duket se po mbyllet, pasi sulmuesi dëshiron të jetë në një skuadër ku ka më shumë shanse për të fituar trofe. Në Marok po zhvillohet një gjueti qënsh e ndatsak për të pastruar vendin para Kupës së Botës 2030. Raportet flasin për një masakër të madhe. Sipas OJQ-ve, deri në 3 milion qen mund të vriten nëse gjuetia vazhdon. Sipas The Athletic, edhe FIFA është njoftuar për këtë çështje, por nuk ka reaguar akoma. Kjo ishte video për ditën e sotme. Mos harroni të bëni subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona, si dhe të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale, TikTok, Facebook dhe Instagram për të mos humbur asnjë lajm rreth futbollit.